Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Vlogjet po i nisim gjithmonë këtu më duket tek kuzhina jon. Do bëjmë gati bashk gjestin e patos. Kështu, do kalojmë ditën bashk sot, do jetë një ditë shumë e gjatë impenjative, por mendova t'ju marr gjithë ditës, sepse herët e fundit e di që ju kam marrë me copa. Dhe kështu, të shohim të bëjmë sa më shumë të jetë e mundur sot, nga gjërat që kam dëshirë të bëj. Apo më solli mami dhe zbriti hekri poshtë vezët e pulave, sepse kanë marrë pula tjera dhe këto pulat bëjnë shumë vezë dhe inshallah nuk i marrë mësysh, po nuk e kam me të keq. Kështu që nuk besoj se unë nuk mendoj shumë që mund t'i sjell negativitet të tjerëve, duke qenë se jam gjithmonë mendoj gjithmonë shumë mirë dhe pozitivisht nuk kam. Kështu që këto janë 4 vezët e freskëta që na kanë sjellë për Batolinën. Gjithashtu erdhi dhe qumshti, se mami më dje kishte harruar qumshtin tek frigoriferi i shkollës dhe i kutruri u mërzit shumë. Nisi e thash nuk kap se të mërzitet. Kështu që gjëja e parë që do bëjmë, do vendosim qumshtin për t'u thirrë. Sot një pjesë e kuzhinës është e pastër, një pjesë ka ca em për t'u larë akoma, sepse dje mos zuri gjumi duke vënë në batur në gjumë. Eta do të mbyll ditën siç duhet, po nuk ka problem, ndodhen edhe këto ditët. Dhe gati qumshti, ta vendosi. Tu ha më Bato, erdhe ti. Erdhe qiki. Po dhe Quqa. Mirë. Tani fillojmë me mëngjesin e Batos. Do marrim një vezë, avokado, dhe do fillojmë ta përgatisim. Po Bato, merr qiki. Okej. Do marr një pjatë të cekët dhe do shtyp pak avokado, 1/4. Do ta fusësh këtu. Kam marr Bato një vezë këtë kohë, më shef gjëra. Çdo gjë që t'i japësh gjen cepa ku i fut. Çuçot i mshef, pultat i mshef, çelsat i mshef dhe është shumë rrezik sepse nuk e keni idenë, jemi gjithkohës duke kërkuar çuço në shtëpi, çelsa e kështu me radhë. Mirë, ja ku është 1/4. Erdha Bato, erdha. Dhe ja, kjo që e ka shumë e mirë se u shtyp me një herë. Po qiki, ja. Zakonisht Batos i bëj disa receta të caktuara çdo mëngjes, që i bëj rotacion, në mënyrë që çdo mëngjes pak a shumë të kem variante. Mirë, këto vezët e freskëta kanë një të kuqe fantastike, nuk e di a duke. Më duke se u zgjua edhe hekri, ka ndetur deri vonë mbrëm duke punuar, si po thuaj se çdo ditë. Dhe kryesisht po më bie mua këto kohë që ta vë Bato në gjumë, por sot do ta bëj hekri, sepse unë kam kursin që bëj. Ha Bato.
Bato po pret me padurin, aty. Ja. Vdi kauri. Ja po I marrë dhe këto mozzarellat e vogla. Vetëm këto janë ndarë në mes, sepse mund të qëlloj që ndonjë fëmijë kalon të gjitha edhe I ngec në fyt. Pra, ja kam ndarë mozzarellat në mes. Dhe kjo janë vezët. Dhe ky është mëngjesi I Batos. Zakonisht këtë mëngjes Bato e mbaron të gjithën bashk, por nuk e di pse po del videoja kaq e errët, po varet si e kap sensori, drejt këtë sensori kamerës, ja tani po zbardhet. Nëse muhabet tjetër, veza me avokadon dhe 3 mozzarella të vogla. Siç po thosha, zakonisht këtë Bato e mbaron. Ndërkohë që Bato mbaron së ngrëni, shpejt, një palxhin se një bluzë dhe do bëj pak skincare. Më keni pyetur për këtë. Mendoj që ka bërë ndryshime tek lëkura ime, por nuk di ta krahasoj me produkte të tjera. Atëherë, poshtë make-upit më pëlqente më shumë Vino Perfect të Kudali. Rrinte të make-upi shumë më bukur, shkëlqente, kurse në këtë rast besoj që është okay për lëkurën, për njollat dhe gjithë shqetësimet e tjera, hiperpigmentimi. Kjo përveç se vitamina C ka dhe vitamin E, ka disa produkte brenda. Ndërkohë që flas, kamera bie poshtë, nuk e di pse. Erdha Bato. Mos harroni gjithmonë të përdorni edhe SPF-n, sepse ndryshe ju ndodh krimi I njollave të tjera. Mbrëm më ka goditur Bato me kokë këtu në krevat, sepse e vën krevatin tim në gjumë, me të shtriem atë dhe ai flen gjumë, dhe pastaj e kaloj te krevati vet. Pastaj mëngjes nga ora 2 e marrim te krevati jonë, sepse që dhe ne mos ngrihemi dhe ai të flen më gjatë. Më kanë thënë shumë veta që funksionon tek ne deri diku, po hajt më. Dhe ja ku është dhe SPF-ja Kudalis. Dhe tikit e Bato, sa e dëgjoni, besoj. Ndërsa pjata është Mr. Bubo, edhe kjo. Dhe çfarë më pëlqen është që ka dhe 2 vesh që shtohen dhe hiqen në rast të situatës. Në këtë rast unë ja kam hequr. Hajde Bato! Gjithashtu I kam dhënë dhe një gjysmë banane në fund që e hëngri. Pra, kaq. Ky është mëngjesi. Qa ka hëngër dhe qëfar ka lënë. Që të regoj se qëfar do t'i vesh Batos. Tuta. Këto tutat e zeza. Poshtë çorapet të gjata. Këto hudin. Me këto si farm. Blu. Kjo është jeshile me detaje të errta, kafe dhe të zeza. Pastaj, atletet që ja kam treguar dhe janë shumë të mira, shumë praktike, shumë të lehta dhe Bato ecë shumë mirë me këto. Poshtë do t'i veshim këtë bodin. Kjo është nga Lindex dhe ka ndër bodit me cilësi më të mirë. Pambuku është super mirë. Dhe tjetër këtë xhupin, që është pak më e hollë sa ato xhupat e tjerë, sepse ja kam hequr xhupat e trash fare. Kam bërë gati çantën për t'ia dhënë. Dhe tani do t'rregoj se çfarë kam tek çanta e Batolinos. Shumë thjesht kam pelena që I vendos këtu zakonisht. Ja, siç ma keni parë, gjithmonë. Këtu kam vendosur garza, napa, si quani, sepse nëse djersitet e zëngjumi dhe I duhet. Pastaj kam një paltuta, një hudi tjetër, një body tjetër, edhe këto që mora të HM-ja janë shumë të bukura, sidomos poshtë rrobave, nëse doni të vishni pak më cool, që mos të duket diferenca, për shembull, edhe me veshjen e sotme do shkonte shumë. Jam pak pambuku më I hollë, sepse sigurisht I kam bler tani dhe tani është sezoni spring-summer, pra pranver-ver, kështu që sigurisht që janë pak më të dopta, më të holla, se thash më të dopta. Do shtoj një batanie të hollë që e kam këtu, se e marr me vete në rast se zën gjumi Bato rrugët. Gjithashtu një biberon me ujë, ta fus një herë. Ja dhe kjo.
Ja dhe biberoni me ujë, ndërkohë Batu është duke ardhur nga dhoma e vet, kështu erdhi avash avash. Ca duke ecur në këmbë, ca duke ecur në tokë. E fshin gjithë shtëpinë çdo mëngjes, lavatriçe të vu. Nëse siç po ju thoja, uji gjithashtu merrni me vete, kjo është një këshill nga unë, pastaj gjykojeni vetë. Gjithmonë merrni me vete diçka që fëmia juaj mund të hajë. Unë zakonisht marr bananën sepse thjesht e hap aty në moment. Mund të merrni ndonjë snack të vogël ose ndonjë, nuk e di, korrebuke, çfarëdo që fëmia juaj ka dëshirë. Kjo sepse mund të ndodhi që fëmia është shumë i irrituar, qan, nuk të ulet në karrocë, që më ndodh dhe mua dhe shoh që ju ndodh dhe shumë mamave të tjera. Dhe kur jepni diçka në dorë të hajë, sikur qetësohen, sikur hutohen dhe rrin karroca dhe vazhdojnë ditën. Madje isha javës që shkoj, kisha marrë një si tip panine me vete për veten time dhe e kisha aty dhe një mamë me një beb 11 muajsh. Bebi nuk ule në karrocë sepse tha, nuk ulet sepse po si dhash diçka për të ngrënë në dorën, absolutisht. Edhe unë i dhash atë që kisha. Dhe ul me një herë fëmia, u qetësua, sepse edhe për të ishte hera e parë në qerdhe dhe kaq për këtë të ju them, më mirë merrni diçka që mund të hutohet fëmia, sepse jo gjithë fëmijët janë me gjë dhe jo çdo fëmijë aty ka dëshirë, nuk e di, të pi ujë apo të pi qumësh në ato momente, kurse kur jep diçka në dorë për të kruajtur dhëmbët ose për të ngrënë, sikur qetësohen më shumë. Mirë, e thënë kjo, ta bëjmë gati Baton shpejt e shpejt dhe ja, ka filluar ecën nëpër shtëpi tani, është bërë akoma dhe më tërbim. My dessert, I be your main course. We split the bill and go home together, and you can show me your forbidden treasure. Don't stop, just keep on going till you drop, just keep on flowing. Bëra një make-up shumë të thjeshtë, se vura këtë kapelën. Shumë pak make-up. Flokët kur vë kapelën i kthej mbrapsht, sepse përpara nuk më rrin mirë. Dhe duhet pi edhe ilaçet. Gati. Jesus died on the cross, of course. You be my dessert, I be your main course. We split the bill and go home together, and you can show me your forbidden treasure. Don't stop, just keep on going till you drop, just keep on flowing. I got drugs and everything else, I got love and nothing less. Certainly serving you amateurs, nothing but heartless. Cause none of us rank in one place twice, so open up your eyelids. My devices, fast like NASCAR, reckless on my trap star. Taking shots of whiskey on my way to the last bar. In the zone, deep pockets, bar store, and I can't rock it. Got a stiff arm, Bogart, I stepping over goal line, for you know I try a hard bargain. Fast like NASCAR, reckless on my trap star. Taking shots of whiskey on my way to the last bar. What you flapping about? Chokehold copping them out. Or you asking around, who the next big thing? That's the back of a mouth. What you flapping about? Chokehold tapping them out. Steamroller, yeah, flatten them out. Shows packing them out. Flatten them out. Shows packing them out. Yeah. Eating Chick-fil-A. How many chicks you finna lay? Smoke by Digitech. While you trip on some bitch from the internet. Yeah. Smoking weed with celebrities. I'm at the club taking ecstasy. You know Molly. Nuk ka marrë sot aparatin me vete, në qerë dhe flas, sepse nuk mund të regjistroj aty brenda me aparat dhe për shkak të privatësisë. Dhe kështu më radhë bisedova pak me edukatoren dhe i shkruajta një mesazh sepse u bë 1 orë dhe çfarë po ndodh me Baton, 1 orë e një çerek më saktë, dhe më tha që për momentin është i qetë dhe ta lëm dhe gjysmore tjetër, kështu që po përfitoj, po shkoj deri te marketi të bëj pak pazar nga dy gjëra për drekën.
sepse do shkoj vonë në shtëpi dhe duhet bëj pastaj shumë gjëra njëkohësisht. Me zor hoqa pazarin nga karrota e Batos. Bato është në gjumi dhe është ora 12:12 dhe unë teorikisht duhet në orën 1:01 do dal nga shtëpia, duhet isha larë, duhet isha stërvitur sot, duhet kisha ndruar qerçafat dhe të vënë lavatriçet, po deri tani kam vetëm sistemuar pak, kam vënë lavastovilin, kam akoma për të larë, duhet gatuaj drekën dhe duhet bëjmë gati për në punë. Marrë se t'ju tregoj se çfarë kam bler sot tek BioJu, do të gjej fatura, se janë 2 fatura, se është pagova në kartë dhe të gjitha kanë shkuar 18,85 €, pra gati 19 €. Kam marrë disa gjëra faktikisht, por që BioJu më përpara dukej si një supermarket i shtrenjtë, por tani që janë rritur shumë çmimet, nuk është dhe aq i shtrenjtë në krahasim me të tjerat. Nuk e di çfarë ndodhi, u bë një zhurmë. Kam marrë këto si muffin me kos, janë pa konservant, i mbaj gjithmonë në shtëpi kështu hekri që nuk del pa mëngjes ndonjëherë ose kur don diçka, ose ndonjëherë në hante Bato, edhe pse Batos mundohet mos jap fare sheqer. Këto janë italiane, janë pa konservant, janë me kos, por kanë pak sheqer, kështu që do të tregojmë gjërat siç janë. Tjetër, buka e BioJus është shumë e mirë, këto janë focaccia të bëra me miell italian, me recetë italiane, sepse i kam parë procesin e të bërjes së bukës dhe i kam marrë të dyja si kem këtu në shtëpi, edhe pse unë le të themi kam filluar një si tip kujdesi më shumë dhe si tip diete, edhe pse nuk duhet të flas për dieta, sepse muaj në fundit edhe më keni parë që nuk kam fol shumë, por sikur e lash pak sepse isha shumë e marrë me Baton, me qerdhen, me dhëmbët, me gjitha këto gjërat dhe plus edhe udhëtuam 2 fundjava rresht, kështu që por që kam 2 ditë që po ha mirë dhe do mundohem të stërvitem, kam bërë dhe 8.000 hapa sot, prandaj që edhe Baton me karrocë. Mora ricotta, që është si tip gjize, po jo tamam si gjiza shqiptare, Santa Lucia. Mora banane, edhe kjo që është gjysma që hëngri Bato. Pastaj, mora këto që më duken shumë interesante, këto janë me fibra bio të certifikuara nga brendi Sotolestele, edhe ky është brend italian shumë mirë që prodhon produkte organike dhe është me miell gruri integral, krunde gruri, malt mistri dhe pak krip, dhe mendova për shembull të shtosh kosit me pak fruta si snack ose për mëngjes kur jem në nxitim dhe nuk haj unë zakonisht tipike vezët e mia, siç nuk i kam bërë sot kam bërë fasting, duket se karrota që më duhen për drekën, kjo spinashi që ka i paska ikur ajri dhe duhet ta shfrytëzojmë të gjithë. Mora këtë fejrin, kjo më duket është turk dhe ishte me ofertë, kështu që e mora. Dhe tjetër, kam marrë këto parmigiano reggiano, djath bebe me parmigiano reggiano, që mund t'ja përdor Batos në ndonjë gjë, dhe kam marrë dhe këtë budingu me proteinë, që do e hap me një herë, sepse më ka marrë uria në këto momente, dhe gjithashtu mora dhe fletushkën, fletpalosjen me të gjitha ofertat.
shoh njëherë çfarë kanë, çfarë nuk kanë, sidomos më intereson pjesa e produkteve bio të certifikuara. Po hap njëherë këto prundet, jam kurioze t'i provoj. Po shoh. Po pas kam dhe këto. Jo, këtë që ka paketimi, mendova mos kishte për ta mbyllur. Që kanë fix për të bërë ato bowls, estetik që kemi parë në Pinterest për mëngjes, me kos, me fruta, me këto, që kanë shumë interesante. Edhe duken që janë me miell integral, duket nga shija. Erdhi direkt Korio poshtë. Do t'ju tregoj tragjedin që na ka ndodhur këtë fundjavë me Rion. Zakonisht unë xhiroj për vlogje gjatë javës për një vlog dhe gjatë fundjavës për vlogun tjetër. Por këtë fundjavë nuk arrita dot sepse kishim shkuar në këtë vendin shumë të bukur që ndodhet në Surrel. Shumë gjelbërim, shumë kohë e bukur, ullin, me vllajën, me Olën, me Baton, kishim marrë dhe Rion pas punës time, por që e kisha liruar Rion dhe Rio po gëzonte në këtë restoranti në hapësirë që është një tokë shumë e madhe në gjelbërim dhe aty ka sigurisht dhe mace, ishte edhe një qen, po ishte shumë i urtë, mace që hanin e kështu. Rio tani ju afrua njërës nga maceve. Një mace, nuk e di sa janë aty se tani po bëj sikur kanë 100 mace. Po njërës mace ju afrua dhe ajo friksua dhe u ngrit edhe i lshoi putrën. Dhe kjo u largua dhe unë isha e pash skenën aty. Nuk mendova që mund të vrite apo diçka, por do ti që kjo macja pas ka pas kthetra, jo putra, dhe i shpoj veshin dhe tek momenti që i gërvisht i bën një vrim më sakt në vesh, por shqyr nuk ishte depërtuar, ishte thjesht një vrim, i kishte prekur dhe arterien e veshit dhe nuk e keni iden. Pastaj erdhi një qen i bardh tjetër dhe Rio po vazhdonte bëri kur i lshoi ajo putrën, ky bëri një kaq dhe kaloi, vazhdoi i lumtur se po vraponte, po gëzonte kështu. Dhe vazhdoi më tej se erdhi një qen tjetër i bardh, i vogël dhe po luanin. Kur një moment shikoj unë që Rio po mbushe me pika të kuqe gjaku, lëre që sapo e kishim qethur dhe ishte bërë super bukurosh. Shka po del ky gjak. Kur filloi u gjakos komplet, sepse duke qenë se kishte kapur arterien, gjaku vazhdonte, kupton, dhe ky vraponte dhe gjithë gëzofi me pika gjaku si horror. Dhe jemi detyruar, e kemi çuar tek vet hospital, atje pastaj na thanë që duhet qepur, por për 2-3 qepje të vogla dhe për këtë thanë më mirë mos të bëjmë anestezin. Unë në atë moment dola dhe lash hekrin, sepse s'kisha ndërmend të dëgjoja Rion duke vuajtur, se keni idenë domethënë dhe shumë keq. Pastaj erdhi këtu, rrinte këtu i mërzitur, batu i afrohej, përqafonte, domethënë nice. Ka bërë 3 ditë antibiotik, ja kemi hequr dhe atë plastikën, është më mirë, ja madje t'ja u tregoj. Ja, ky është veshi i mirë, ja ku është dhe veshi që e ruajtën të shkretin dhe e qepën, po shife more, shife, Po ku të qëlluan ty këto gjëra, ku? Tha hekri energjia negative njerëzve, i thash po qa energjia negative, Rion shkoi kapi. Që në parë që do bëj është të laj spinaqin, e që do ta përdor edhe për drekën e Batos, edhe për mua, mamin, kur do vi pastaj,
Për drekën e batos, një kungulleshk, një karrot, do t'i presim në kubik të vegjël. Nëse doni, mund t'i zjeni, mund t'i fruloni pastaj për bebat që nuk janë mësuar akoma me copa. Dhe gjithashtu në fund do grim edhe pak spinaq, po nisim njëherë me coptimin e këtyre të dyjave. Ja ku janë kungulleshka dhe karrota, shtojmë ujë, i vlojmë. Momentin që vlohen, pastaj do shtojmë. Ndërkohë është ftohur qumshti. Dhe çuditërisht ky nuk pas ka bërë shumë mas, sepse zakonisht ka bërë shumë mas. Dhe jam duke mbledhur të gjithën, shikoj sa kam mbledhur, vetëm nga 2 javë dhe ose 10 ditë, as 2 javë janë. Dhe do bëj gjalpin. Tani do mbledh këtë mazën që është këtu. Dhe më pas do kaloj qumshtin në një enë tjetër. U mundova t'ju tregoj, po duke mbajtur kamerën nuk arrisha dot ta bëja siç duhet. Por sot besoj mami do sjellë edhe qumshtin tjetër edhe do ta zijim dhe atë. Mirë, hoqa sa hoqa do ta kalojmë në gjë tjetër. Ta fus këtu. Dhe do ta fus në frigorifer në mënyrë që të dali më mirë maza, të ngrihet. Kretha që bëhet shumë e mirë se në një metodë me krip. Nuk e di nëse e dini dhe ju, unë doja ta bëja gjalp. Kur kam qenë e vogël e urreja mazën. U i vloj, kështu që do shtoj një grusht nga këto makarona që i kam marrë tek Rosmani, mi keni parë në vlogjet e shkuara. Për sasit që gatuani për fëmijën tuaj, shikojni pak edhe me sy dhe në varësi të sa konsumon, se disa fëmijë konsumojnë më shumë, disa më pak, është normale, kështu që mos mundoni mos të krahasoni sepse më shumë keq i bëni vetes, mërziteni dhe kështu me radhë. Gjithashtu do marr pak nga ky spinaqi, do ta grij whole, baby spinach, dhe do ta shtoj edhe këtë tek zirja me makaronat, karrotat dhe kungulleshkat. Okej, bëra gati sallatën për vete, baby spinach, karrota, më ka ngel goja karrota, kastravet domate, majdanoz, desha me them prezzemolo. Kam blerë këto tek MD, që është një supermarket italian këtu, dhe këto janë fasule plaçi të zjera dhe do t'i heq lëngun dhe do t'ja hedh sallatës. Mund të përdorni edhe qishra, mund të përdorni edhe kështu që quhet mishpule, gjokspule të prerë me feta, mund të përdorni gjithashtu dhe ton. Unë sot vendosa të përdor këto. Do t'ja shtojmë dhe besoj do shtoj edhe diçka tjetër. Okej, ja ku kemi, kam shtuar si përfundim ato fasulet plaçi që u thash, një karrot të grirë dhe një gjysmë avokado, nga ajo avokado që hapa mëngjes. Tani do t'i fus pak krip, pak vaj ulliri, pak aceto dhe them se ja ku është sallata për sot, iku drita. Mirë, ndërsa për batolinon, tani unë kam përgatitur pak më shumë që ta kem rezervë në rast se ai nuk don darkën ose don pak më herët darkën ose pak më vonë, dhe nuk do ta hedh të gjithën me një herë, do t'ja ruaj një pjesë. Kështu që do marrim një tas tjetër, edhe kjo është nga Mr. Bubo dhe mira e këtyre është që ngjiten dhe nuk bien,
Dhe kjo është diell bojqell. Do t'i shtoj gjysmën e sasive që kam bërë këtu. Gjithashtu do t'i shtoj dhe një lug ricotta. Kjo është akrip. Sipër do t'i shtoj dhe pak parmigiano të grirë. Dhe një fije vaj ulliri. Dhe gjithë të do t'ja përzijej. Voila! Kjo është pamja. E kam lënë të freskohet, të ftohet pak. Pjesën tjetër që nuk e kam përdorur do ta ruaj në frigorifer. Zakonisht këto pjesën e qumshtit, gjizës, djathit e të tjerë ja shtoj veç mas, sepse nëse ja shton me njëherë produktet priqen më shpejt, ta keni edhe ju parasysh. Baton e më erdhi ta marri Hekri, edhe Hekri hëngri sallatën që bëra. Madje i thash hidhi pak toppings nga ajo ricotta dhe i hodhi një lugë ricotta sipër asaj dhe me ato focacciat që bleva të bio dhe më tha që është super delicious, kështu që provojnë recetën dhe më thoni, është super healthy. Do rregulloj pak flokët sepse i kam shumë keq sot. Nuk arrita dot t'i sistemoj, t'i laj. Do përdor këtë dry shampoo nga Gosh, këtë e kam bler te Well. Dropping out of school on the 17, spending your days serving caffeine. He's settling, he's settling, he's settling, he's settling. Ndezur pak YouTube-in tek Big Brother, por them drejtën nuk e kam parë fare, nuk shumë zihen, shumë nuk e di, nuk kam fare nerva të shoh të gjëra. Isha sërish tek Batu, sepse nuk e di pse u zgjua pak edhe e rrura sërish në gjumë. Na pat që ishim në pishinë, por këtë herë nuk qëndroj fare, përse se ka shumë qef, se kishte frikë sikur unë dhe mami do e braktisnim, të njëjtën ndjesi që ka siç e qojmë dhe në qerdhe. Dhe të drejtën u lodha pak në atë moment, sepse thash e njëjta gjë si që ndodhte në qerdhe dhe nuk e di pse vazhdon e mendon këtë gjën, kush e di dhe sa kohë do na duhet që t'i kaloj kjo si tip traume që ka marrë. Dhe më vjen dhe keq për të, sepse e shoh që ndjen këtë gjë dhe nuk di çfarë të bëj që ai të ndihet më mirë. Nuk e di në rastin tuaj sa kohë është dashur që fëmia ta kaloj këtë gjën e braktisjes që vjen si efekt nga qerdhja. Pastaj erdha në shtëpi dhe sa i dash Batos për të ngrënë, sa u la Bato, pastaj sa ngrëm diçka dhe neve dhe iku ora, gjithashtu më filloi një dhimbje koke shumë e madhe sot, nuk e di pse. Ja kur e vi dhe Hekri. Ashtë jetë të vërë erë. Se se më la gati në gjumë. Po se isha shumë keq, më filloi një dhimbje koke e papar dhe për këtë arsye nuk shkova as
Iha për Rio. Rio. O hajdutët, hajnët. Njerë më kjo për vete, nuk dina s'kushujim shpejt. Dhe si shpëthuja nuk kisha ma as fuqi të shkoja të kursi kërcimit sot, po ja. Hello. Në lash në gjumë, thash që nga të full herën. Po si sa unë kam një gjë që ku lodhem Tregoj shumë. kur jo nga Italia. Po, ku lodhem shumë, flas natën në gjumë. Do më thënë, jam gjumë dhe them në gjë, kështu si pa dashje. Si Rio. Edhe kur isha kthyer nga Italia, flisha në italisht gjithë kohës, edhe hekër thoshte ore, që po thot kjo? Gjithsesi sa ftohtë ka bërë sot. Që një që kam vesh, Hekër është me skive. pra kanë nxjerr xhipin e skive, sepse fryn shumë herë dhe tek trotineti, tek këto skuteret elektrik. Dhe kështu, siç po thosha që mbasditja u bë një lëmsh total dhe në fund fare nuk arrita dot as shkoj te kursi i dancit, as të stërvitem, as të rime hekën po hekër ishte në punë akoma. Jo ika me që fjetë. Iku me që fjeta, thot. Se më kështë zëm 5 minuta gjumi këtu në divan, 5 minuta. Gjusë morë. Po më ftilloj, u bëra mirë, për pak fjallë, ja. Dhe kështu, kjo ishte... Dole ti? Me ju. Okej. Hajde. Dhe kështu ishte kjo dita sot. Si çdo ditë, pak e shumë këto janë ritmet, intensiteti. Ja pra bato. Nuk e di pse sot po qohet dhe zakonisht ka filluar qohet nga ora 12 veç një herë. Që kur dolën dhëmbët, se që pa i dalë dhëmbët nuk është se kush e di kur do stabilizohet dhe kjo gjendja. Dhe kështu, besoj që kjo çështja e çerdhes po na ndikon shumë tek bato dhe më erdhi shumë keq sot sepse ai e ka qef shumë pishinën. Imagjino kemi deri vetëm 10 minuta dhe madje i ngjite mamin tim, e lagu mamin tim komplet, më lagu mua, se nuk donte, kishte shumë frikë. Dhe është e habitshme sepse është i njëjti bato që herën e parë dhe herën e dytë rrinte për lezet me instruktorin. Po nuk e di. Madje instruktori më tha, provoj mos ta çoj një çerdhe dhe kur e sillnin këtu tek unë dhe unë këtu. Imagjino ta shkëpuz dhe nga çerdhe pastaj një ditë edhe ç'a ndodh me bato. Por që kjo faza e çerdhes që ka një fazë e vështirë për ne. Nuk e di se sa kohë është dashur fëmijëve tuaj që të adaptohen, për ne duket kështu infinit. Kjo ishte dita bashkë me ne sot, ishte një ditë kryesisht pa filtra, siç e keni vënë edhe ju. Mundohem gjithmonë që t'i tregoj gjërat sa më reale dhe sa më roz, që siç po ndodhin, pa shumë lule lajle, sepse dua që realisht të jenë vlogjet nga jeta jonë siç është, më kupton, pa shumë inskenime ose gjëra që me lule, me kështu gjërash, që t'ju vinë ndihmë edhe ju sadopak ose të jem pranë edhe jetës tuaj, edhe ju t'jeni pranë sa më shumë gjërave jetës tonë, sepse ndonjëherë social mediat duken kaq bukur, sikur duken çdo gjë e kuruar dhe duket kaq shumë larg realitetit që secili nga ne mund të ketë dhe sikur ndonjëherë më ka lodh kjo aspekt, sepse më duket sikur jemi gjithë kohës duke treguar vetëm gjërat e bukura, më kupton? Ato momentin të fotos të bukur, ose momentin e udhëtimit të bukur, ose të çastet e bukur nga dita, por sikur harrojmë të tregojmë dhe gjërat e tjera që janë më reale, më të prekshme, ndoshta edhe vështirësitë, por edhe momentet e bukura që janë pak më ndryshe nga ato gjërat perfekte. Duket donte çuço. Jo, donte me pi qumshtin e katunë. Marroj për qumshtin e katunë, by the way, ma ka sjell mami qumshin tjetër dhe gjalpin dhe duhet me zi qumshtin. Ta fus ta zi.
Dhe zbuloha një gjë tjetër, se kalova nga muhabeti serioz tek muhabet qumshti. Mbani më qumshtin që ziva që thash unë si ka mundësi s'ka shumë maz. E kështë zgjerë dhe jarmami atë qumësht dhe e kështë marrë dhe jarmami mazën. Unë thosha pse ka kaq pak, se ta dini që ky qumësht i lopës që ta sjell mami, jo maz, po kështu kaq. Tani, si që dëgjuat, Romi prodhuesja e mazës, gjalpit dhe kosit nga fshati. Si jam bërë si ajo, hajdi, se e fillim vizatimor. Po shkoj të zjej qumshtin. Du të bëj dhe një lavatrice me rrobat e batos, me ngjyrë të zezë, se kam lar ato të bardha të mbrëm. Sot para dite nuk kam vënë dot asgjë, kështu që do të vazhdoj të bëj dhe një lavatrice tjetër, ndoshta edhe një lavastovilje, dhe punë të tjera të shtëpisë, edhe pse është ora 10 tashmë, por që duhet të mbyll patjetër këto gjëra. Ika tani. Ciao.